Ato fillun me mblu flamurin tem, kur e mora në medaljen e parë që kishin zonë komplet hapësirën tem dhe s'kisha ku me vendos flamurin. Edhe veç ta ashtu nuk për respektojnë flamurin tem, hapësirën ku me lonon, kështu që asun s'kom qa me bos mëna mi respektojnë ato ma shumë se flamurin tem. Përshëndetje, unë jam Rona Gashi, merrem me sportin e taekwondo's që 10 vite, jam përfaqësuese e Kosovës në gara ndërkombëtare. Videon që është bo virale, kom marrë pjesë kampionatin ballkanik, ku jam ndesh me përfaqësuese të ndryshme nga shtetet ballkanike dhe kom arrit me në zonë vend e tretë. Unë me sportin e taekwondo's kom fillu që herët, vllaja më është merr me to gjithmonë, unë merr më shumë me volejboll, vallëzim, aktivitete tjera sportive. Vlla është merr më shumë me futboll, karate, taekwondo, mandej një ditë më ka tregoj ke sa shumë i pëlqen taekwondo, sa shumë po kënaqet, ka me shku ngara, edhe më pëlqej këtu e ngua ata, ma voj ka po vjen me provu edhe ti, edhe fillova me provu edhe unë. Mandej pash që ka shumë vajza sa unë që kanë qenë shumë të mira, edhe motivova për ty në kisha qef që kur të rrit në unë më bëj sikur ato, edhe që më ka shty përpara. Përfaqësu vendin tem është nderi më i madh që kisha mujt me pas në herë në jetë. Me përfaqësu Kosovën kur e vesh uniformat e taekwondo's me shenjat Kosovës, simbolet Kosovës, ndoket që nuk jam të luftu veç unë vetë atje me kundërshtarët e mia, po është këtë kombe jam me mu. Me përfaqësu Kosovën e ndjej si përgjegjësi për shkak të sakrificave që i kanë bo shqiptarët para neve që na sot me pas lirinë dhe me pas shtetin tonë, edhe ndoket që kom obligim me përfaqësu sa më mirë. Ishte emocion shumë i madh për mu, e sidomos kur ka afër kundërshtarëve të cilat nuk na njohin neve po ashtu si shtat, për shembull Serbia që ka qenë shumë emocionuese, mirë po mas një pune shumë gjatë, një kohë shumë të madhe që më ka desh, më merr me taekwondo, me dalë në podium, e pash që ka shumë emocion i mirë edhe unë iva shumë krenare me vetën. Unë kur dola atu në podium, e ftova vendin e tretë, kesh afër serbës edhe turkës, ma mori mendja që pe serbës diçka e tillë ka më ndodh, po pe turkës nuk e prita. Ato fillun me mblu flamurin tem, kur e mora në medaljen e parë që kishin zonë komplet hapësirën tem dhe s'kisha ku me vendos flamurin. Edhe veç ta ashtu nuk për respektojnë flamurin tem, hapësirën ku me lonon, kështu që asun s'kom qa me bos mëna mi respektojnë ato ma shumë se flamurin tem, edhe vendosa flamurin tem përpara. Ato vazhdun disa herë ma mblu, unë prape që t'sha përpara, prape mblojshme prapë përpara. Do më thonë këtë kohën sa këna nejtë podium veç u përsërit, që kjo përsërit edhe këtë veç na kanë këshyr, po s'il shë shumë pes njona. Jo, kështu nuk më thanë kur gjo, po për Serbisë e kom prit, se këta gjithmonë mundohen qështu me na mblu. Gjithmonë kur ka ndeshje Kosovë-Serbi, sikur në futboll, sikur në gjitha sportet, nuk më ndoket që marrën me shumë sportivitet as njona palë, për shkak që na e dina që kanë bo Sërbët këtu edhe është shumë emocionuese ti kur bën luftë me një Sërbë, nuk e këshyr mo që mundohemi me këshyr me sportivitet edhe me kontrollu ndjenjat, mirë po është pak ma ndryshe. Është një farë adrenaline, po gjithmonë do të mundu me këthy në aspekt pozitiv, që ajo të ndihmon, nëse merr ashtu me pak negativitet ose diçka ndoshta ka me të bloku trupi e s'keme mujt me pas paraqitje shumë të mirë, o munona gjithmonë që atë adrenalin me këthin motiv, edhe me thonë që kjo është mundësia jam ju të regu kejtëve sa sportistat mirë ka Kosova, çfarë vajza ka që nuk dorëzohen, edhe mendoj se është motiv shumë i madh për mu, sidomos me Sërbët kur na bën me garu. Ka ra shpesh herë me Serbinë për shkak se edhe jemi afër edhe ngarat ku marrin pjesë, zakonisht marrin pjesë edhe na edhe ata. Na bën shpesh herë, po është gjithmonë një tension pak më ndryshe edhe prej anës tyne edhe prej anës tonë, se na e dim që kanë bo ata të na, edhe normal është pak më ndryshe kur garojnë me ta, mirë po edhe ata sportistat e ri po flas, ata e kanë historinë e tyne që mësojnë ata në për shkolla, që është këtë e kundërt me realitetin që është, edhe ata për që atyne që mësojnë prej tyne mendojnë se Kosova është e tyne dhe na ja u kena marrë, edhe është si e barabar që shohim se cila anë, mirë po na e dina që fërkon për një mes se na kena këtë shqiptarë para shumë viteve që jënë prek, ose sot jënë hala me trauma për që kanë bo Sërbë, ata veç që mësojnë për shkolla që Sërbët e dina që fribojnë librat e që shëndreqin historinë që shkanë qef ata vetë. Një herë më ka ra me një sportiste kur nga konë ma të vogla në 13 vjetë, 12 vjetë, edhe më patra me folë për një ndeshje që këna bo bashkë, më pa ta fëtu vendin e parë, por pa ta pa që pa të marrë me shumë stres, pa të ka, i trajneri vetë pa të bo shumë nervoz, mande kur pa ta shku shprima pa të bo follow në Instagram, ja pa ta këthy, pa të më folë, se nga konë 2 vjetë shumë të vogla, edhe më të regoj që trajneri vetë ka qenë babi vetë, nuk ka darë që ajo me hup, se nuk ka qenë që unë jo me Kosovës, po veç nuk ka darë që me hup. Edhe tu folë qështu për historinë e Kosovës, më të regoj ajo që mësojnë shkolla kretë ndryshe, edhe i tash unë jo nuk u konë qështu, ajo ma bëjke, po na qëtë këna mësun shkolla, se na ju këna lonë juve me jetu, mande ju na i keni marë, mande tu folë qështu, mande përfundajnë blok. Se s'më shumë kuptoni, të regoj që ajo thëjke okej kësyre, tanaj ju do këtë që më të konë vërtetën, tanaj qështu. Ka Sërbë që e din që është historia për një me dhe kuptojnë e të respektojnë, po shumica jo, ata që e kuptojnë historinë që shukon Kosova, prak është ma letë me voni muhabet me ta, mirë po ata që nuk e kuptojnë vazhdojnë prap me doash, qëto qëllimet e njëta që shkan doash për para Sërbë, ajo është jo mirë. Unë kur e publikova nuk prita që ku me doa që ashtu virale, mendova që vis njerës që më kanë follow, nja 30 veta kanë me vo like,
Mirë po u bo shumë virale për një kohë shumë të shkurt, edhe këtë komentet kanë shumë pozitive prej shqiptarëve, pat edhe shumë sërbë edhe turk që kanë komentu. Do nuk I kuptojsh asë në gjuhët e tyne, mirë po shqiptar ka pas ma shumë edhe unë diva shumë mirë për e parë që këtë më bo shumë krenar me mua, sidomos kru përhap shumë edhe më kanë shënu shumë media për me bo intervista me ta, më kanë postu shumë faqen, videot e mija dhe njerës që nuk I njohes, që më ka bo mundi shumë mirë edhe parë që puna jam edhe mundi jam nga ka vrejt krejt e rësat. Këtë shqiptarë më kanë bështet edhe ata që jeton në Kosovë edhe jashtë Kosovës, jashtë Shqipërisë, në për Gjermani e kështu të mërë shumë mirë që I kom bo krenar. Të ardhmen që tash planifikohem me marrë pjesë kampionatin Evropian I cilin bëhet maj. Para ati kemi do kampionate tjera që janë për në mbledh pikë olimpike, me grup moshat e reja së një më dhe trajnere e klubit më të mirët në Kosovë taekwondos, klubi Dardanat. Me fëmijët kena me shku që me bua eksperiencë që presim edhe ata në të ardhmen me sjellë medalje ballkanike europiane botërore, gjeneratat e reja. Pra me sportistat që janë seniora kemi me shku në Sloveni, në Holandë dhe në Belgjik me mbledh pikë olimpike, pastaj e kemi në Gjermani kampionatin evropian. Pastaj verës ma shumë shkojnë për kampe që më përgatit për garat që janë pas vetë. Sporti taekwondos është sport olimpik, nuk është shumë I popularizuar në Kosovë krahasim që në sportet si karateja, judo e tjera. Mirë po tash ka fillu ma shumë u promovu. Unë punoj edhe në shkolla private dhe në kopshte ku mundona me promovu sa ma shumë sportin e taekwondos të rinjt. Edhe kom arrit me pa që shumë t'ju pëlqen, edhe besoj që në të ardhmen kom urrit hala ma shumë edhe niveli taekwondos ku qëndron sot, edhe numri sportistave. Komuna e Prishtinës na ka ndihmu gjithmonë sa ka pas buxhet. Na ka ndihmu edhe një herë një sponsor që kemi pas Alba Architect, me anë që ati sponsori kom arrit me shumë kampionatin ballkanik në ftu vendin e tretë këtë garën që u bo virale videoja. I falenderoj shumë. Për ndryshe Ministria dhe Komiteti Olimpik kena pas pak mungesë për krajes prej tyne, nuk e di që kanë qenë arsyet, po shpresoj që në të ardhmen kanë me ndiku pak çdo intervista që po fole dhe kanë marrë parasysh pak ma shumë.